Këto mure qindra vjeçare vazhdojnë të shndrojnë fort. Ato janë pjesë e kalas mesjetare që shikon mbi Novobërdën. Duke qenë ekspozuar, struktura e kalas është dëmtuar. Liderët vendor po bëjmë përpjekje që gjendja të ndryshohet. Kjo po bëhet kryesisht për rëndësinë që kalaja ka si trashëgimi kulturore dhe për perspektiven turistike. Ka qenë edhe kërkesave qytetarëve dhe jonja vazhdimisht që trashëgimia kulturore të jetë trajtuar mbi të veçantë. Duhet pas parasysh që ne kemi kalan që është mjaft e lashtë dhe po presim numër të turistëve që të vinë domethënë të ardhmen me numër më të madh dhe mbaremi domethënë për zhvillimin ekonomik prej restaurimit të saj, ka pas kërkesë domethënë që të bëhet restaurimi i kalas me objekte tjera përreth. Për shkak të rëndësisë së saj, kalaja Novobërdës është bërë edhe projekt prioritar i komunës në planet zhvillimore të saj. Për përfshirjen e projekteve të tilla në plane afatgjate, komunat obligohen edhe me ligj. Duke implementuar këtë të fundit, ato sigurojnë edhe aprovimet finale për implementimin e projekteve të tyre nga niveli qendror. Ne si Ministri e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ashtu si ne obligon edhe ligji për planifikim hapësinor, i mbështesim, domethënë i asistojmë të gjitha komunat me këshilla dhe asistencë profesionale gjatë hartimit të planeve të nivelit komunal. Por pavarësisht se ligji ekziston qysh prej vitit 2003, shumë komuna në Kosovë nuk e kanë zbatuar atë. Kjo për shkak të mungesës së përvojës në fushën e hartimit të planeve strategjike hapësinore. Po ne si institucion komunal mund të them direkt që këto plane zhvillimore na kanë mungu. Ne kemi pasur që janë shumë të rëndësishme për t'i hartuar dhe kemi marrë veprime konkrete për të hartuar këto plane. Tu e pas parasysh që kemi dashur që ta shëtuti, domethënë të kemi një zhvillim më të mirëfillt të komunës, prandaj kemi dashur të kushtojmë domethënë një rëndësi të veçantë hartimit të këtyre planeve. Hartimi në praktik i këtyre planeve në komunën e Novobërdës ka filluar tek në vitin 2010. Kjo fal ndihmës së ofruar nga projekti Zvicran për qeverisje të mirë lokale dhe decentralizim, Logos. The main point why you need to have a strategic plan is that it makes your investments efficient, because you know where you want to go, you know what is your long-term goal 10 years from now. For instance, you want to be a municipality for rural tourism. If you know that you want to be that, you also know where you have to invest now. You're not going to get an industrial zone, you're not going to get a highway, but you will invest in cultural heritage and protecting your environment. Logos e ka drejtuar ndihmën në 6 komuna partnere, kryesisht ato të sapo formuarat e që kanë mungesë ekspertize, por edhe financiare në këtë fushë. Prej 9 komunave partnere, me të cilat Logosi ka vendosur të punojë gjatë fazës së dytë, 6 komuna kanë shprehur dëshirën që ne t'i mbështesim në procesin e hartimit të këtyre planeve. Të gjitha këto pak a shumë i kemi mbështetur në hartimin e planeve zhvillimore komunale, planeve zhvillimore urbane dhe planeve rregullative. Në këtë formë, edhe këto komuna janë bërë pjesë e planit hapësinor të Kosovës, por për të ranguar në listën e atyre që kanë planet zhvillimore, komunat partnere të Logos është dashur të kalojnë për disa faza, gjatë të cilave kanë hasur në disa sfida. Sfida e parë ka qenë identifikimi i problemeve në hartimin e planeve, e që kryesisht ka të bëjë me mungesën financiare. Sfida e dytë ka qenë mungesa e përvojës profesionale në hartimin e këtyre planeve. Për të kalimin e këtyre vështërsive, Logos kishte parapar disa aktivitete në kuadër të projektit. Novobërda dhe Rani Lugu janë treguar të suksesshme në këtë drejtim. To je nešto što se zove red i nešto što se zove poštovanje zakona, poštovanje buduće neke vizije viđenja ove opštine i plan je od izuzetne važnosti. I za 10, 15 i za 50 godina vi stvarate osnovu da ova opština ne bude znači ništa rađeno, građeno na divlje, nego da se zna šta je planirano, gde je industrijska zona, gde je zona gradnje, gde su trgovinske zone. Znači jedan plan uređenja, jedan plan kako će opština u budućnosti i kako mora u budućnosti da izgleda. Në fazën e dytë të projektit, Logos ka menduar në transformimin e vullnetit të liderëve komunal në punë praktike. Kjo është mundësuar përmes ngritjes së kapaciteteve profesionale për hartimin e planeve afatgjate strategjike.
Mënyra e mbështetjes së llogosit për këto komuna ka qenë në aspektin profesional, përmes angazhimit të disa konsulentëve vendor, po ashtu edhe nga regioni, domethënë duke pa parasysh mungesën e ekspertizës dhe njohurive profesionale në këto komuna. Mandej kemi bërë mbështetjen edhe në aspektin teknik, përmes mbështetjes në shtypjen e disa hartave, përmes organizimit të takimeve të ndryshme. Janë kriju edhe dy ekipi komunal i planifikimit, që ka qenë njëri ndër bartësit e procesit hartimit planeve zhvillimore, komunale dhe urbane, edhe rregulluese, edhe ka qenë ekipi i profilimit, duke ditë se komunat tona kanë pas një zbrasti në kuptimin e informatave, ne kemi themelu ekipet profilimit, cilat janë morë kryesisht me grumbullimin, strukturimin e informatave në gjitha këto fusha që i përmenda. Trajnimet e tilla po vlerësohen tejet efikase nga vetë zyrtarët komunal që kanë ndjekur ato. Përvoja më e mirë ndërkaq, sipas tyre mbetet ajo e marrë në vizitën studimore të organizuar nga Logos e që është mbajtur në Kroaci. Ne morëm atë përvojë tyne dhe logosim me konsulentin e jashtë që ka angazhuar për komunën e Obërës. Kem pas trajnime të disa zyrtarëve që të punohet me GIS. Dhe këtu ne kisha veçuar një trajnim të logosit që ka pas nevojë. Domethënë zyrtarët tanë që të ndinë dhe jesme të përdoren energjisë, si që se kam merët, janë të gjitha hartat e komunës në Obërë të digitalizuara. GIS është sistemi i informacionit gjeografik, një software për zhvillimin hapësinor. Hartat janë shumë specifike për komunat nga se tregojnë vendodhjen e saktë të çdo segmenti përbërës të saj. Informatat e grumbulluara ndihmojnë komunat edhe në hartimin e politikave. We did the training. We before were in Croatia. That was very important because our people saw that in Croatia they have gone through this quite recently. They had everything digital, everything on the website, and that was a good inspiration for the people from Kosovo to later on do it also in their own municipality. Planet komunale hapësinore përfshin planin zhvillimor komunal, planin zhvillimor urbanistik, si dhe planin regulativ urban, ndërsa hartimi i tyre edhe në bazë të ligjit përbëhet nga 5 faza të ndryshme. Analiza e situatës dhe profili zhvillimor hapësinor, përcaktimi i vizionit, parimeve dhe qëllimeve, zhvillimi i kornizës për zhvillim hapësinor komunal, zhvillimi i strategjive dhe veprimeve zbatuese, hartimi i dispozitave zbatuese. Our role was to show them the process. So what steps had to be done to get from nothing to a approved plan. So we helped them with each step, forming the working groups, assigning the tasks. Then there is the first step to gather information. So we instructed the working groups, they did the work. Later on, there's a phase where you have to make maps. We gave them the training, they made the maps. And later on, you have to prioritize your investments, where we helped them defining a bit the kind of investments needed and they prioritized, always together with the citizens. Përfshirja e qytetarëve në hartimin e këtyre planeve është një tjetër obligim ligjor. Në këtë formë, komunat bën më transparente në aspektin e shfrytëzimit të paras publike, duke i vënë ato në dispozicion të plotë të nevojave të banorëve të tyre. Për këtë arsye, Logos gjatë procesit të hartimit të planeve ka organizuar edhe disa dëgjime publike me banorët e komunave partnere. Ju kemi bërë fillimisht me më konë të informuar proces, me ditë që çka po ndodh në komunë, në kuptimin e hartimit dokumentave, më konë kontribues proces me propozime, sugjerime dhe komente që kanë bërë, mirë po në njëjtën kohë edhe më konë proces vendimarrjes. Roli i përfshirjes së qytetarëve në hartimin e planeve zhvillimore komunale është një rëndësie të veçantë për arsye se i gjithë plani zhvillimor komunal që hartohet për vetë qytetarët. Si rezultati të dëgjimeve të tilla, Novo Brda dhe Rani Lugu kanë nxjerrë një varg projektesh të reja për vitin 2013, si propozime direkte nga qytetarët. Mi imamo sad jedan plan koji je
to slobodno mogu da kažem, plan svih građana opštine Ranilug, jer ga nije donelo rukovodstvo, tu je bilo uključen i civilni sektor, i omladinski savet, i građani, znači određeni predlozi, određene izmene u tom planu su došli upravo kao produkt rada tih radnih grupa, mešovitih radnih grupa u kojim je bilo u svim grupama i predstavnika opštine, i predstavnika civilnog društva, predstavnika građana. Znači, napravili smo jedan dokument koji je naš dokument. Unë e quaj si një projekt kryesor dhe madhur për komunën e Avorrës. Ne kemi ndërtimin e shkollës mesme në fshatin Llavjan. Dhe unë besoj që këtë vit do të fillojë ndërtimi. Dhe kështu që nxënësit e kësaj ane do ta kenë shkollën më afër. Me anën e planeve të reja strategjike, komunat po fillojnë të ndryshojnë trendin e keshpërdorimit të hapësirës publike, veti që lë gjurmë të papërmirësueshme. Qytetarët e Prishtinës mendojnë se qyteti i tyre është më i dëmtuari në Kosovë, dhe për këtë faji i bie institucioneve. Komuna këtu nuk duhet me leju, duhet me pas sistemin e programin edhe këtë planifikimin, urbanizimin, që me rrë kënë përgjithsi lagjën, edhe me ditë sa ka nevoj gjënësia rrugëve, shumë problem. është problemi i rrymës, kanalizimit për prishin asfaltin këtë, apësheve, që ajo është bitë gjithat e jo, këtë të gjitha ka. Për ndërtimet që bëbonën qytet shumë pa lidhje, edhe rruga Prishne, edhe pjenzoni unë atjetër ndritare në balkonin edhe pa ma ajrës për koneq. Katastrofë. Jetër mirë hece, u bon lugën të naon, krejt ndërtesa, ndërtime pa leje. The absence of strategic plans or urban plans, you can see it all around you. It means literally wild building. People build in places where it's better not to build. Për një komunë, hartimi I planeve zhvillimore komunale është një rëndësie të veçantë, për arsye se siç e dim, planet tani janë strategjike e jo konvencionale dhe bazohen në parimet ndërkombëtare, ashtu si parashifet edhe në ligjin për planifikim hapësinor, në zhvillim të qëndrueshëm në aspektin ekonomik, social dhe mjedisor, si dhe në qeverisje të mirë, ku përfshihet transparenca, gjithëpërfshirja dhe vendimarrja. Në mënyrë që gjithë puna të mos mbetet vetëm në letër. Sikurse në vitet paraprake, Logos ka vendosur të angazhohet edhe në fazën e fundit, atë të implementimit të planeve të hartuara. Madje përmes fondit investiv që ka, projekti Zvicran do të mbështes komunat në këtë drejtim. Kushti vetëm mbetet që secili projekt me cilin komunat aplikojnë të jeti përfshirë në planin zhvillimor të tyre. There is still a lot of work to be done for urban planning, which means zoning, limiting where you can build things. And donors will continue to be active there. Logos, for the time being, will continue to focus on to implement the plans. We don't want them to become a beautiful document in a drawer. We want that the plan leads to action. And only when that happens, we reach our goal.